Atëherë, si që lajmërova në fillim të emisionit që sot ka mysafire e Bulza Havolli, Luka, mezzosopranen nga Kosova, këngën e të cilët e hapëm dhe pjesën e dytë të emisionit plus në 4, vajza shqiptare, cilën ku mundeni me dëgjue qysh është zbo, ka me na tregu vetë Bulza. Bulza, faleminderit që jemi neve këtu dhe faleminderit që ke nda kohë për me ardhë në plus në 4. Është kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e studios juaj, edhe faleminderit shumë për këtë mundësi me ndo me dëgjues të ju këtë këngë, cilën e kemi punu tash sfundi, edhe motivet e saj, që ka dhe emrin, vajzë shqiptare, është për vajzat shqiptare. Se janë më të mira, ata janë. Janë, që është kjo pyetje? Që është kjo pyetje? Nuk ka si vajzat shqiptare, edhe vetë kënga është, dhe më thonë, për dashni ndaj tyne, se sakrificën e këto, dhe është projekti cili realisht është financu nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Janë disa këngë të cilat kanë me u lansu, kjo është një ndër to, pastaj filloj me këngë të tjera. Kemi punu disa veta realisht në këtë këngë dhe jemi mundu me pruni ndjenjë edhe verore, po edhe një tekst i cili e përçon një fuqi, një zot femnës. Do me thonë kënga vajzë shqiptare që nga pjesë e një ciklit cilën kemi me pritë dhe këngë tjera në vazhdim e mbas stilit pas ka për një menje do me thonja një shtyc ose një iniciativ për me qu zonin e grus për para. Që që the kanë punu shumë veta në ta, unë e di vetë prej fushës teme, në aktrim kur punojmë krejt me ekip, është një numër shumë i madh, nuk jemi veç në atë vetëm aty, për kondrazi na jemi pika e fundit, edhe mirë bone që s'përmenen e jemë, se unë zakonisht ja nisi me i përmen do të gjysa t'i harroj, tani na i dhnohën e na i senë kështë ma mirë, veç me i falemderu krejt ekipën. Bulza, ti përveç mirësh me këngë tjera, je edhe pjesë e operës së Kosovës. Po. Si mezzosoprane. Po. Na fol pak për eksperiencën se qysh ja ke nisë mas pari më marrë me opere, qysh përfundove edhe pjesë e trupës së saj. Opera e Kosovës, e cekit në çdo intervistë që kam, është një prej arritjeve që ma përmbush zemrën. Është një fushë që unë e du shumë. Përveç që kemi kënaqësi me punu me një ekip tepër profesionale, me ta ka dhe benefitet e tjera që na si opere re e Kosovës kemi arrit me u zhvillu. Në më thonë edhe pse jemi të ri e kështu, kemi arrit me u zhvillu për mes operës Kosovës. Prej e re, kur jam konë që kam fillu prej shkollës Prenkjakova, ku kam qenë solo këndim fushën e këndimit, prej atëherë kom ditë që kjo është, kom qef me e bo. Kënga dhe muzika është një diçka që mu më përmbush. Edhe kur është ardhë koha aplikimeve të audicioneve për opera që i hapin realisht çdo vit, ka qenë goca Kaçanikut, edhe diqysh thash, hej, dona me provu që tjerë. Dona me jap maksimumin. Po se ka qenë një operë për para, për cilën nuk o mujtë fatkeqësisht për arsye familjare, edhe thash, hej, une dona me provu që tash se... Tash të shkoha me kap trenin. O, balë mo, edhe fillova me prova me kështu edhe pa ta fatin me u pranu. Pastaj që ajo më ka vyjt mu. Edhe u konë si një derë që mu më është hap, më ka arë si mundësi, e kom kap mundësin, për që ta gjithmonë thëmë, zbën me hezitu. Njeri duhet me provu fatin vetë, se kom thonë, he, unë kom pauzu shumë gjatë, nuk e di jam bohet, a kom me mujtë mi a dal, a qysh, a pranohna, jo, me të vërtet që janë talentin e këqyrin, e vlerësojnë, edhe normalisht që tash kom fillu normal me projekte të ndryshme, e deri këtë vit, ku kom debutu si soliste në operën e fundit që është mbajt, një diptik nga Puccini, është opera Suor Angelica, kom pas një rol. La Maestra della Novizie. La Maestra della Novizie. është mësusja e murgeshave. Kom pas rolin. Ai ke mësu mirë. Ade se do me thonë, këto janë, pra pas kenat shtosat e këto masnina janë. Që në mësh na i dim që sa të mira janë vetë lezetshme. Tepër, ma edhin edhe te me fushën e aktrimit në asat dhe që e kemi normal sfidu se këtë pjesën e paraqitjes skenike e krejt, e ka ato të bukrën edhe pjesa e organizimit edhe pjesa e prapaskenave
patjetër. Unë vetë si tip jam kështu humorin e kam, nëse edhe i ngutë shumë asni, edhe qika tu janë ka pas edhe ma të reja. A ke qenë edhe me Adien? Po, Me Adien ke qenë në këtë epir? Po, edhe do me thonë e kom pas një rol i cili ka qenë autoritar edhe pozitiv në dy andë. Po ka qenë shumë knatësi me këndu para publiku që zgjedh me pa një operë të tillë, një herët edhe një kastit të mrekullueshëm që kanë ardhur prej Italisë, edhe kemi mësuar shumë prej tyne. Për çfarë po them që opera e Kosovës sado që është në fillimet e saj, është u i dhonë mundësi tepër të mëdhaja artistëve për me shfaq me u vetën. shfaq, që është shumë sa Gja për të cilën edhe unë si publik, mu i me thanë me plot gojë që vitet e fundit operës së Kosovës janë për të marrë lakmi. Ma shumë prodhime se sa viteve e fundit që ka qitë opera e Kosovës në skenë, nuk ka pas edhe krejt me emra të huaj. Ka zëma që është eksperienca pak me punu me kompozitor, me koreograf të huaj dhe me disa trupat të tjerë të ekipit që janë të huaj dhe kanë një kulturë dhe një shkollë krejt tjetër për asaj që e kemi marrë ne këtu. Është knatësi, se gjithmonë kjo, kur kemi kultura të ndryshme, ballafaqohemi me sfida, është e vërtet se kemi mentalitete të ndryshme krejt, po në aspektin profesional arti i bashkon krejt, mendoj. Edhe secili arrin me pa atë bukurën. Pastaj na kemi mësuar shumë. Po them që të herë që kemi pas prej Italisë, vet solistja që ka qenë na ka mbajt edhe masterclass. Masterclass për çështjen e këndimit, diafragmës, sjellje skenike, qysh me mujt me nxjerr tingullin sa ma bukur, e krejt edhe këto janë realisht një thesar që na e marrim me veti mas nenaj përveç pjesës që po zhvillojmë karrierën. Janë si me kry një master. Pikërisht. Për gjithë juve që nuk jeni të e ditë për çfarë po kishim na, është ajo që Buza ka regjistru masterin edhe unë pjaza kryt mi thonëm, pse qatë vyti, për çka? Kismet. A di qysh, është një farë, si me thonë, diçka që e bartë me veti, nështë në disa pika nuk na vim, po nështë atë dikon, kena me hek prej dollapit edhe me hek plunin. Unë po provoj me nxjerr më të mirën për kësaj dhe realisht jam falënderuese shumë ndaj profesorishave, cilat edhe kam përgjigj për me viju studimet në master, edhe të shohim tash çish po shkon, nështë që kjo e qel në idër tjetër, kështu e tutje. E jam është pak me të ngucë ty po nese. Po jo besë tash unë e di që diploma mund vjen edhe për dasma. Kismet si vjet, po. Kontrat kena me shti diplomën edhe me tupana, çish po vojna. Jo surle, tupana, krejt, avden është mendoj, edhe kjo ka pjesën domethënë mendoj që është shkollë mbeti edhe kjo pjesa sigurisht, e menaxhimit në skenës o fjala kur ti ke me këndu për një familje. Normal. Valla, sa dush mastera kry, përshëndes këtë kolegët e mi që e bojnë këtë punë, bravo ju të qoftë, se për një me është punë e zëshme, nuk është punë e lehtë. Është shumë e zëshme. Se me kru 7-8 orë dhe live, e sidomos me ditë zhanri mirë edhe me knaqë, gjithë është problem. Bash. Thej që ke kalu mirë me eksperiencat me artistë të huj. Po me vendas? Edhe ma mirë. Që këtë herë, si çdo herë tjera, me se cilin artist që kemi punu bashk, e kam pa të rrugës që neve që jemi artistë të rinë dhe vetë sa jemi hinë këtë fushë, është fjala na ka ndihmu shumë. Jo për krahje morale, për krahja profesionale. Lirisht kemi mujt me shku mi thonë për shembull, hey, çka tu do, ka edhe ta ka dhënë një feedback po çysh duhet, që qëto me butësi, jo me arrogancë, jo që kjo është e bukur, mendoj edhe neve na jemi popull që kemi hek shumë. Disa edhe e kemi qasjen ma pozitive, tash i ki njerëz gjithkon ki në për profesionet ndryshme, kemi edhe prej atyne që nuk dojnë me të një mua, kanë qasjen e tyne formën arrogancën edhe krejt, po s'ki qka i banë, mirë po ki edhe, na kemi pas fatin që këtë castin i kemi gjithë super pozitive dhe që të motivojnë, që kjo është e rëndësishme se ti parameno me dalën skenë edhe me ta bo bajat dikosh, ose me ta dhoni një të këshyrë në të keqe, a i ke papre që
do më thonë, komplet sikleti i botës më do këtë që atëherë bjen në kry. Mbi ty, po. Unë vetë kom një përvojë tillë ku një profesoreshe imja më ka thonë zemra jeme ti nuk ki zë për kur gjë. Wow. Edhe qa mi bo unë tash më i mi thonë që më piqitizoni ha buk. Për ndryshe ma herët e patëm diskutim edhe e di që edhe dëgjues të tu ma merr menja që në jetit pajtim nuk ka zë. Nuk e di, e ki zonin, që është pranushëm, që është bukur, që është radiofonik, t'lut. Do artrokitja, jo, tjetër është... Kur vjen nga ty, respekt. Zo radiofonik, a kënon? Po, qysh me kënu kur më ka thonë s'ki zonë, nashta dëgjuesit mënin ka njëherë kur harroj me nalë mikrofonin. Koka lezet. Kom qef shumë me kënu, kënoj vetë kur t'jom banes, para tjerve nuk e kam guximin hala. Do të me taku profesoreshën tënde. Kënoj në shfaqe kur e di që nuk e din ata që unë e kam këtë problem, nga tani e tutje kanë me ditë krejt. Hajde na ti kthehemi pak seriozitetit se boll keshëm. Po du me të pyet për me ndoha dhe me shikust çysh është rutina e punës së tashmë një soliste mezzosoprane, kur ja filloni prej momentit parë që ju vje letra në dorë për me bo ato operë? Dje. Qysh ja nisni? Do me thonë në gjithove, do të më janis dje. Dje. Se është një punë që nuk ndalët kur. Është sikur puna e një muskulli cili nuk e ushtron non-stop, ai bjen. Normal. Edhe na gjithmonë jemi të ushtru, edhe nëse s'kemi kur gjë diçka që është ndodh, duhet më kone përgatitun. Pasaj momentin që vetëm hym në audicion edhe e shprehim dëshirën për mu bo pjesë e kastit, e shpreh dëshirën për mu atëherë, aty fillon puna, u pranove, su pranove, deri domethënë atë pikë ti dosh me jap maksimumin tënd, edhe tani vjen pjesa tjetër ku i kemi provat intenzive, zakonisht kemi prova me dirigentin, kemi prova me regjin, prova me tekstin për me bo shqiptimin, bile që kjo ka një pikave që këtë herë më kalon shumë përshtypje që kemi punu me kastin italian, sa shumë i kanë dhonë rëndësi tekstit edhe formës, po, qysh do më thonë diksionin, pastërtis, fjales edhe sa, po i thu se realisht ishin edhe do fjallë një italisht që nëse nuk u shqiptojshin që është duhet, në marrin kuptim tjetër. Kishin një kuptim fenomenal, adin, kështo... Po, pe marrin vesh për kuptime. Pe dim gjithë së bashku. To që, kolektivisht, shtu që sa shumë i japshin rëndësi pjesës të foljurit, që nështë ta kanë jarë dhe në Shqip edhe unë që tashti të folj dikun e thëmë na i fjallë nështë që nuk duhet, po që kjo mendoj që e qëmë për para dhe një artist se edhe në kongë Shqipe unë e kom shumë të lashe kur i dëgjoj edhe nuk muj me kuptu qka është ka thëtë. Po. Tani kongë tona shqiptare, Shqipet vjetra e kanë dyqysh ndryshe. Tekst bre janë i kanë të lezetshme, si poezi, si tregime, dyqysh pastroje, thuje mirë, se për që si kemi tekstet originale, nuk i kemi, është fatkeci, janë disa nuk janë ase, po me që ato që i kemi bile me u mundu, që me nxirr më të mirën. Kur ti thojmë që ato fjallë, të paktën kur ti këndon me indje, si puna aktrimit, edhe këto do të me hen punë edhe aktrimi, se dosh me hin me interpretu. Me interpretu, edhe një farë forme me fol me publikun. Kështu që kjo është qa menoj e pastaj vjen pjesa e shfaqjeve, përgatitjeve të kostumeve, veshjeve, që edhe kjo është një pjesë sfiduese, kësi heri e kemi pas qaq të ronda, robat, kostumet, që kanë qenë, edhe ka qenë vap, po mirë që nuk kemi ndje vap që atë kohës që se ka pas aty. Jo, në momentin që lëshon dritat para ty, ti nuk e njas nonën as babën për para, e le ma vapën e këto gjana. Koncentrimi është një shkollë vete që të ndihmon. Mund është me pa që ka hec dersa, nxehti nuk e nin se të mërdhiet trupi. Shumë e vërtet. Bulz, cilat janë planet tua për të ardhmen? Tash unë jam të fokusu të kjo pjesa e masterit me e përfundu nivelin master, nikosisht kemi projekte të tjera me operën, edhe pa tjetër vitin tjetër me tentu me ardhë me një koncert solistik, edhe këto këngë që i kam për me i lansu, hap pas hapi, une kom qef me shku show
pak ma ka Jetën e dal. kena përbara. Nuk ban mi kry krejt sa në shpejt. Jo, edhe jena Nuk ban mi treja. kry. Taman, puna. Shumë po du ju edhe me na pa në çfarë gjendje jena për deri sa jeni të na dëgju. Qëre une me mësysh. Po. Për çdo rast. The që vajza shqiptare është pjesë e një cikli të këngëve që kanë me u publiku. Ku mujnë me dëgju vajzën shqiptare edhe kur kanë me dalë këngë tjera? Realisht vajza shqiptare është në gjitha platformat ku dëgjohet muzikë. Spotify e këto, edhe në YouTube ka me u publiku si klip. Pastaj këto tjerat mbrana mujit besoj që fiton koma e rrit me i lansu. Me i lansu. Po, sepse jam pak ma të ndihshme, realisht ka qenë një lloj reagimi artistik një këngë, cilën e kom bo reagim artistik ndaj rasteve shumë të rënda që kanë qenë ndaj dhunës për E gruan, gruas. po. Edhe janë këngë të ndjeshme, kështu që Zakonisht kjo din me qenë thik me dy teha, du të me pas kujdes të shtuar ndaj temave të ndihshme E vërtet. edhe ndaj rasteve që mundemi mi pa. Bulzun të falemderoj që ishe sot me ne. faleminderit shumë. Dera është e hapur për ty dhe për këdo që don me e shfaq punën edhe talentin që ka. Çka kuptuam ne nga Bulza sot dhe çka mësuam është që më mirë është me dështu se sa me i ra pishman. Pikërisht, qëra, jo është, përgjigja jo e ki Gjithçysh. gjithçysh. Po çka nëse? Na domi me tentu për po, kështu që, ja. Provojeni, mos hezitoni, provoni audicione, provoni çdo që doni për një punë që doni me provu. Fundja siç e thash edhe më herët, më mirë është me thonë dështova se sa me thonë qysh se provova bre. Pikërisht. Faleminderit shumë edhe një herë që ishe me neve. Faleminderit shumë kënaqësi. Neve kemi më dëgju edhe për këngët e tjera kur ti publikojsh kur dush veç një telefon larg na ke. Faleminderit shumë, Faleminderit e miru dëgjofshim e miru pafshim. E ju dashur dëgjues, po shkojmë një shkëputje të vogël publicitare dhe ne rikthehemi përsëri bashkë për me fol për të rijat e fundit nga vendi dhe bota.